Ne jemi sot këtu në këtë ceremoni pikërisht kaq të madhe për të sensibilizuar gjithëkënd që t'i bashkohet iniciativave tona dhe strategjisë tonë për të ndikuar në përmirësimin e jetës në përgjithësi. Dy janë çështjet kryesore të njerëzimit sot: përmirësimet mjedisore dhe respektimi të drejtave të njerëzit. Dhe pikërisht për këtë, nëpërmjet kësaj strategjie, ne jemi munduar që të bëjmë një program të përcaktuar objektiva të qarta për të realizuar dhe për të ndihmuar në përmirësimin e këtyre gjërave. Ndërtimi i urave lidhëse quhet strategjia sepse ne nëpërmjet fuqisë që ka loja do të tentojmë të bashkëpunojmë me çdo faktor, me çdo aktor dhe me çdo shoqat për të realizuar objektivat konkrete të kësaj strategjie. Por jam më shumë se i sigurt që do të realizojmë dhe do të tejkalojmë çdo objektiv që i kemi vënë vetes dhe do të ndikojmë fuqishëm për të bashkuar të gjithë faktorët në përmirësimin e jetës nëpërmjet futbollit.